Vllaznia në volejboll për femra ka regjistruar një tjetër rezultat negativ në kampionat. Skuadra shkodrane është mposhtur me shifrat 0-3 nga Pogradeci në ndeshjen e zhvilluar në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi. Vajzat mike fituan 3 setet me shifrat 16-25, 11-25 dhe 19-25. Pas humbjes, Dorian Tafa, trajneri i vllaznisë në volejboll për femra, tha se ekipi i tij nuk ka pretendime të mëdha dhe si rrjedhoje kësaj, edhe performanca nuk ishte ajo e duhura. Unë kam deklaruar, ne nuk mund të kena pretendimet moja me këto ekipe që kanë bërë investime dhe janë pretendenta për të dalë kampion. E vetmja gjë që më bën mund një keq dhe të mërzitën është të jena realista, ne nuk bëmë një performancë mirë ashtu siç realizuam në ndeshjen e kaluar dhe prep në ndeshjen e kaluar që u paraqitëm. Gjithsesi ekipi është shumë i ri, nuk arrin me majë gjithmonë atë tonusin e të njëjtit rritëm në gjitha ndeshjet. Tham që do e shohim, do e analizojmë si ndeshje dhe tham që do të zjarrim ato gabimet tona. Ndërkohë për Pogradecin që mposhti vllaznin me rezultatin 3-0, ishte fitoria e 4 të radhës, çka e la shumë të kënaqur trajnerin në kësaj skuadre, shkodranin Besnik Lisha, i cili tha se synohet titulli. Një falënderim duhet i bë bashkisë të Pogradecit, sepse pa lojtarë kjo punë nuk bëhet, janë bashkëpunëzime të mëdha në Pogradec. Jena për rezultate serioze këtë vit. Është një ekip i mirë, por hala kena shumë punë për me u konsolidu si ekip. Hala këta vajza nuk janë të lidhur totalisht, por besoj se sa më shumë kohë kalon, aq më mirë bën. Me këtë humbje, vllaznia vazhdon momentin e vështirë dhe mbetet në kërkim të fitores së parë sezonale.